Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare të përfaqësuara në kuvend dhe duke pasur parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, mirëtimit të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, Presidentja ka vendosur që seancën konstituive të kuvendit ta ftoj për nesër me datën 11 shkurt të këtij viti në orën 12. E në gjykatën speciale në Hagë dhe sot po vazhdojnë deklaratat për mbylljes të zyres së prokurorit të specializuar në procesin më të madh gjyqësor ndaj drejtuesve të UÇK-s, ish presidenti të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputetit Recep Selimi. Në ditën e dytë, zyra prokurorit të specializuar në Hagë po shpalos rolin e 4-shës së UÇK-s gjatë periudhës së luftës. Prokuroria e ka nisur fjalën e vet me pretendimin se të akuzuarit kanë pasur rol të fortë kolektiv si antar kryesor të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Pas deklarimeve për mbylljes të zyres së prokurorit, fjalën për mbyllje do ta kenë mbrojtësit e viktimave dhe ekipet mbrojtëse. Më pas, çështja do të kalojë tek trupi gjykues. Gjykatësit kanë 3 muaj kohë që të marrin një vendim për çështjen ose të kërkojnë zgjatjen e afatit për marrjen e vendimit. Kërkesa e dhomave të specializuara për dënimin e kerreve të UÇK-s me gjithsej 180 vjet burg, ngjalli reagime të shumta të institucioneve dhe të partive politike. Presidenti Osmani tha se përpjekja për ta barazuar luftën e UÇK-s me krimet e Serbisë e minon besimin në drejtësi. Kryeministri në detyrë Kurti theksoi se kërkesa e prokurorisë në Hagë injoron kontekstin e luftës në Kosovë, ndërsa përfaqësuesit e partive politike thanë se po synohet të devijohet drejtësia dhe të përmbyset trendi i së vërtetës. Ndaj kërkesës së prokurorisë në Hagë ka reaguar dhe ish hetuesja e tribunalit për ish Jugosllavin, Nevenka Trump. Ajo ka thënë se prokurori e ka tejkaluar pozitën e tij dhe barrën e provave. Ajo ka shtuar se kërkesa për 45 vjet burg për Thaçin dhe të tjerët është de facto dënim i përjetshëm. Gjykata e Apelit ka publikuar raportin e punës për muajin janar, i cili përfshin të dhënat të detajuara mbi performancën e përgjithshme të gjykatës, si dhe raportet individuale të gjyqtarëve. Sipas njoftimit, gjatë muajit janar, gjykata e Apelit ka pranuar gjithsej 2548 lëndë, ndërsa ka arritur të zgjidhë 1761. Sipas njoftimit, kjo paraqet një shkallë efikasiteti prej 69.1%. Kosova është vlerësuar me 43 pikë në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2025 të organizatës ndërkombëtare Transparency International. Kosova është radhitur në vendin e 76 në mesin e 182 shteteve. Me një rënje prej 1 pike krahasuar me vitin e kaluar, si dhe me renditje prej 3 pozitash më poshtë, Kosova ka ndërprer trendin gradual të rritjes, të cilin e kishte shënuar për rreth një dekade. KDI që publikon raportin e organizatës ndërkombëtare Transparency International vlerëson se ngecja është pasojë drejt për drejt e krizës politike dhe mungesës së funksionimit të plot institucional. Ndrojmë temë të informacionit. Grevë 2 orëshe në shenjë proteste ndaj sjelljeve të disa nxënësve ka mbajtur sot stafi i shkollës Pavarësia në Prishtinë, një ditë pasi policia arrestoi një mësimdhënës të kësaj shkolle për dhunë ndaj një nxënësi. Përfaqësuesi nga shoqata sindikale e shkollës Ardit Ukaj tha se dhuna nuk ka vend në shkolla, ndërsa kërkoi mbrojtje për mësimdhënësit. Kjo grevë nuk organizohet për të justifikuar dhunën dhe as për të mbrojtur atë. Përkundrazi është një reagim kundër dhunës, që po cënon sigurinë dhe dinjitetin e mësimdhënësit në procesin edukativ arsimor, ka thënë ai. Ndërsa Ymer Ymeri nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit ka kërkuar nga organet e drejtësisë shqyrtim urgjent të rastit. Pas protestës dhe grevës 2 orëshe, mësimi në këtë shkollë i është kthyer normalitetit.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për organizim të skemave piramidale dhe ushtrim të veprimtarisë së Bigjozit të paletshëm në Podujev. Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi ka ndodhur mbrëmë rreth orës 21 në rrugën Xhemail Mustafa, ku njësitet policore kanë realizuar një aksion të planifikuar që ka përfshirë edhe kontrollin e një lokacioni të dyshuar. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar prova materiale, përfshirë 3 shtëpiza kompjuteri, 2 monitor, 1 skaner dhe pajisje të tjera relevante për hetimin. I dyshuari me inicialet F.M. me vendim të prokurorit kompetent është dërguar në mbajtje, ndërsa hetuesit policor në koordinim me prokurorin po vazhdojnë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rastit. Policia e Kosovës ka arrestuar 46 persona në aksionet të ndryshme në 24 orë të fundit. Në Perizaj u sekuestruan mbi 30 gram kokain dhe mbi 13.000 euro para të gatshme. E në veri të vendit u zbulua një arsenal me pajisje ushtarake, municion dhe uniforma serbe. Në Vermic të Prizrenit u prangos një person për rishfet. Sipas policisë, shqetësuese mbetën 5 rastet e dhunës në familje të raportuara në rajonet të ndryshme. Në trafik u shqiptuan mbi 2500 gjoba dhe u regjistruan gjithsej 51 aksidente rrugore. Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje me urdhër të prokurorëve për procedurat e mëtejshme. Posta e Kosovës përmes filatelisë së saj ka lëshuar sot në qarkullim emisionin e ri të pullave postare alpinistët e Kosovës, Uta Ibrahimi dhe Mrika Nikçi. Ky emision i pullave postare kushtohet të alpinizmit kosovar dhe grave që me guxim, përkushtim dhe arritje historike kanë ngritur emrin dhe flamurin e Kosovës në majat më të larta të botës. Motivet e 2 pullave postare prezentojnë 2 alpinistet kosovare të rangut botëror, Uta Ibrahimi, e cila arriti të bëhet gruaja e parë nga Ballkani që kanë ngjitur 14 majat mbi 8.000 metra, si dhe Mrika Nikçi, alpinistja më e re kosovare që po ashtu preku majat më të larta të botës, përfshirë Everestin. Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka aprovuar paketën e rregullave të reja të cilat sipas Izraelit do ta përforcojnë sigurinë në bregun perëndimor. Zyrtarët izraelit kanë njoftuar se Kabineti i Sigurisë Shtetërore ka aprovuar një paketë të rregullave të reja për bregun perëndimor. Mes tjerash, masat e reja do të lejojnë shitjen e tokave palestineze, kolonëve hebre, transferin e kontrollit të pikave të rëndësishme fetare nga autoriteti palestinez tek forcat izraelite. Gjithashtu, përgjegjësia për dhënien e lejeve të ndërtimit do t'i transferohet autoriteteve izraelite dhe do të rritë kontrollin izraelit në rajonet që tani kontrollohen nga autoriteti palestinez. Ky vendim ka nxitur reagime të ashpra nga autoriteti palestinez, vendet e rajonit, si dhe shumë vende evropiane, sipas të cilëve masat e reja kanë për qëllim aneksimin e plotë të bregut perëndimor dhe detyrimin e banorëve palestinez të largohen nga shtëpitë e tyre, duke e bërë shumë të lehtë që pronat palestineze të shiten apo transferohen kolonëve. Presidenti i administratës palestineze Mahmud Abbas ka thënë se vendimi është i rrezikshëm dhe i ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara dhe presidentit amerikan Donald Trump që të ndërhyjnë. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, takohemi në edicionin e orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.